Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në fundvit, jemi në një fundvit që mund të themi pa ndonjë dyshim është vit shumë i suksesshëm për Federatën e Futbollit të Kosovës, për ekipin kombëtar të Kosovës dhe për futbollin kosovar në përgjithësi. Dhe kush i gëzohet më shumë të suksesit të futbollit kosovar në përgjithësi, kush i gëzohet më shumë të suksesit të ekipit kombëtar të Kosovës, nuk ka ndonjë dyshim se është grupi i tifozëve Dardanët. Prandaj në edicionin e fundit të këtij viti në podcastin e PFK-s kemi vendosur që të flasim me udhëhecin e këtij grupi të tifozëve, me Lulzim Berishën, apo Lulin siç e njohim pak më thjesht të gjithë ne, për të folur për atë se si ka qenë viti 2025 për tifozët Dardan, se si ka qenë viti 2025 në përgjithësi në sytë e tifozëve kosovar në futboll në përgjithësi, jo vetëm për ekipin kombëtar, dhe çfarë presim nga viti 2026 dhe presim që Dardanët ta invadojnë edhe Amerikën. Do të flasim me Lulin. Lul, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit për privilegjin që na keni hapur fund vit me qenë si një ojk, kisha me thonë. Që të kesh pak se që janë nisë me fol fillim tash po më gjun me na shisha. Po mendoj që njerëz që njohin se viti suksesshëm u kon Lul. Kush njerëz si Lulzim apo si Lul, çu po thoni që në fillim e thatë, e din që nuk jam shumë tip i buzëqeshëm. Mendoj që duhesh më bukur. Një duhesh me pas vetëm besimin sepse buzëqeshja dhe gjithë ato vijnë. Na kemi besu prej fillimit, kemi shpresuar dhe menuar që me punën që e bojnë gjitha organet të fillu për federatës dhe deri të na, që njerëz më të thjesht që konsiderohen në botën e njerëzve që shohin për të i hundës. Kemi besu dhe ja ku jemi. Mendoj që është një, unë kisha me thonë historik mirë, po kisha me thonë që është një prej sene më të mira që ka mujtë me ndodhë Kosovës, sepse me shku në play-off të botërorit është një kisha me thonë një arritur e jashtëzakonshme, jo e zakonshme, mi po e jashtëzakonshme, për vetë faktin që mohet me një vend ku na jem shtet i krijuar prej çatij vendit ku edhe fatmirësisht e pam edhe vetë sa me fat jem, që me dhonë ndoshta edhe 800% që na ra edhe në Amerikë, domethënë mu prezantu para superfuqisë botërore që është Amerika. Edhe njëkohësisht shurti me ra me lujt po me të njëjtin shtet Amerikë. Para se me fol për tifozët dhe aktivitetet e tifozëve në mënyrë specifike, pse po thonë në vit historike na kualifikuan Ligën B, për më pak se 10 vjet ekzistencë si federat, po me ekzistencë jo po pranim në fakt në ekuadër FIFA, po veç të kryej pyetjen se s'pëten çfarë do me vet. Jena kualifikuar Ligën B dhe kena një play-off të kampionatit botëror. Më shumë ka qenë vështirë e imagjinueshme, e lema e arritshme. Në një grup që ka vështirë. Pse nuk ka vit historik, por mos i po thuaj që nuk ka vit historik. Mendoj që historia ka ardhur me 17 shkurt. Në aspektin shtetëror. Mendoj që po në aspekt historia është në sportiv po. Po dhe. Ama arritja jashtëzakonshme është pothuajse historike. A po kupton? Mirë po na duhemi me u mësu sepse nuk jemi outsider të asnjë vendi, sepse mendoj që kemi me garu me gjithë botën edhe pavarësisht kualifikimit apo jo, mendoj që kemi me ballafaqu edhe me XX kombëtare shumë të forta. Edhe unë mendoj që në këtë nivelin ku na sot kemi arrit, tu i falendëru gjitha organet, gjitha nivelet edhe federatës, sepse nuk është tu puna veç e një treneri, po është e grupit zinxhir tu fillu vi presidenti dhe deri te tifoz që mendoj që tifoz që unë i përfaqësoj janë ojka e krejtë që sojnë, apo kupton, sepse mendoj që për me arrit deri këtu na kemi bënë punë të jashtëzakonshme, sepse po harrojmë që në 17 shkurt ka fillu veç shpalla e pavarësisë është bo, dhe ne kemi fillu gradualisht me u marr me tifoznin shtetërore, sepse mendoj që na nuk kena pas mentalitet të shtetit, sepse jemi fokusuar në liga, në provinca, në Prishtina, hinën e tem pak më të ndihshme, mujna me fol pak më vonë sa të nxjerr mohabet. Çështjen e tifozllëkut për ekipin kombëtar. Nëse koncentrohem te ky vit, Göteborgu, Ljubljana, Abazeli. Cila paraqitja më mirë e Dardanëve? Unë nuk kisha me veçu, sepse secila ka vosa. Se për Prishtinë s'po flasim, Prishtina dihet, po flasim për udhëtim edhe për atë që bëri e hon krejt Evropën. Udhëtimet janë shumë të jashtëzakonshme kur merr rrugë me 50 apo 100 njerëz dhe kur bashkangjiten në mira të tjerë. Mendoj që ojka e secilës është kur djemt na kanë
dhuru edhe fitoren që ka qenë një gëzim jashtëzakonshëm për neve dhe duke u kthy sepse na në shumicën e kohës udhtojmë ose me vetura ose me aeroplane dhe gjatë aeroplanit gjithmonë na vjen me prit në aeroport tjetër për më kthy në Prishtinë sepse fatkeqësisht për Göteborg nuk ka pas direkt, për Ljubljana nuk ka pas direkt. Ljubljana një orë me kjera, ha? Po. Fitoria mendoj që diçka janë të papërshueshme, mirë po me organizu jashtë lojë është ndoshta kisha më thonë shumë më e lehtë se sa Prishtinë. Sepse janë njerëz të jashtëzakonshëm që mendoj që atmosfera dhe dashuria është më e madhe atje se sa këtu. Është menimi jam sepse ndoshta edhe kjo kur e merr në aspektin organizativ, pothuajse në shumicën e ndeshjeve Kosova luan ndoshta 70% më mirë jashtë. Edhe në fitore jashtë. Çfarë do trajneri shumë shpesh. Po mendoj që na pajtohemi me trajnerin sepse unë mendoj që ato jena me trajnerin në aspektin sportiv sepse në ato me trajnerin në aspektin sportiv. Po mendoj në pomje, jo në udhëheqjet e ekipës apo. Ja mos jam marrë pas profesionin me marrë. Jo. Ndoshta ke kuptuar, po mendoj në aspektin e synit, në aspektin se si luajnë loja na prej fillimit jemi dhe vina prej botës futbollit se në ish lojtar, mendoj që lojën e sheh me një sy sepse do me gjyku mirë e sheh gjithsesi të njëjtë për në aspektin organizativ s'ka më thonë se unë jam pothuajse si futa sepse larg asoj s'ka mos licencë trajnerit as pothuajse kur. S'pun përgjigje ku ka qenë atmosfera më e mirë për ty. Bazelli veç na mësues është hera po. A më mirë në Göteborg në Ljubljana, vështirë me dallu. Unë Slovent e kishin bën një grup të tifozëve që na patën lajmë më herët që këtu do të jenë pozicionuar tifozët tonë. Ata. Nisi loja edhe peq atij grupin zemër të atij grupi dëgjoheshin thirrjet Kosova. Edhe për një moment nuk isha më e kuptu çka po ndodh. Ku kon më e mirë shfaqja? Shqiptar dinë me organizu sidomos jashtë shumë mirë. Unë mendoj që prapë them nuk muj me veçu një anën për aty sepse edhe në Suedi e ke pas pothuajse edhe më shumë se sa në po se në stadiumi më i madh. Po, tash po flasim për njerëz më shumë. Po dhe? Pavarësisht kapacitetit shqiptar të mund. Po flasim për atmosferë më të mirë. Edhe në Ljubljana atmosfera, edhe po qytetet në stadium. Po mendoj që nështë se po bëm pak presion me veçu, edhe unë e kisha veçu pak. Po të vesti. Është edhe një pyetje që edhe vetë vjen edhe si një presion duke insistuar me të vëzhgjesh, po të vëzhgjesh po mendoj që Ljubljana ka qenë pak më e veçantë sepse edhe për atmosferën e ditës krejt, po edhe atmosfera, po edhe ndoshta fitoria e nevojshme. Edhe shënimi i gollit Aslanit në ato minutat e hershëm ka qenë ndoshta njëri prej mendoj që për herë të parë prej se jam në futboll apo prej se ekziston Kosova si shtet i pranuar në UEFA dhe FIFA, ojkën e gollit të Elbasan Rashanit në Bullgari e merr primatin që më duhet me lanë në rënën e dytë atë gol, se kemi pas gjithë për zemër, me marr golin e Fisnik Aslanit në Sloveni. Që kjo ndoshta më bën me veçu pak Slovenin edhe si organizim sepse është një ndjenjë shumë domethënë e papërshueshme, fatmirësisht i jep pjesë edhe jonja dhe federatës të edhe me po mirë, po me i pati mesin e 20.000 njerëz, ku 18.000 njerëz shohin për gollën dhe festojnë, është diçka që për mu nuk muj, nuk ka ndjenjë që mundet me përshu këtë san, edhe lemo kur je edhe ti, domethënë si një udhëhec. Por çfarë do të bëna pak presion me marrë një përgjigje se edhe Göteborg dhe Ljubljana janë kon të jashtëzakonshme. Edhe më kujtohen edhe reagimet e lojtarëve që smuishin me kuptu, që e kena prit që ka me pas shumë tifozë, edhe në Suedi, edhe në Sloveni. Tjetërsan është me pas shumë tifozë, tjetërsan është të hinë në Suedi, tonat stadium historik, edhe 60-70% e stadiumit nis me brorit Kosova dhe është e pa qartë mas nej kush është vendas. Për çto më interesoj me ditë Bajram prapë po flasëm unë e veçova Slovenin, sepse edhe rëndësia e lojës,
po edhe të njerëzve që kanë qenë më jashtëzakonshëm, më kthy edhe pak më herët kur na edhe nuk kemi pas edhe shumë suksese me rrugtime kombëtare. Mos të harrojmë se shumica e njerëzve që kanë qenë nga Skotlanda, nga Anglia, nga Gjermania, nga Austria, jo bashkë kanë gjitë. Organizim të tillë atëherë tu dosh me na bë mirë, si ndonjë që na kanë pas bërë shumë mirë kon në Çeki. Nëse të kujtohet kur kena dalë me hyp në autobus me shku për lojë, forcat speciale të policisë na kanë hap rrugën për tifozëve që kanë ardhur për krajet e ekipit. Po çast shumë kanë kënuar sa që nuk e dia kon bashmir, sidomos në orar të pushimit gjatë ditës. Çast shumë ka pas për kraje që është e pabesueshme në Pollzën 2019. Po, vërtet është për çata po i veçoj lojët jashtë. Apo kupton, është një problematikë në vetë që shumë njerëz e dojnë kombëtarën. Shumë njerëz tash pavarësisht rezultateve kanë besu sikurse unë, ndoshta edhe me pozitivitet ne kemi thuar që një ditë do të vjen. Edhe pse na kemi pas shumë gojlik dhe kritik vende pa vend që kanë kritikuar në hava për gjona që s'kan kanë kur dhe s'kan ndodhur kur. Fatmirësisht na jemi dëshmitar të shumë raste këto që kanë ndodhur, mirë po mendoj që njerëzit jashtë kanë besu shumë sepse mendoj që dojnë këtë vend dhe është dallimi në këto, do ta flasim edhe këtë tempo, dallimi në këto se pse ekipi përkrahet më shumë jashtë se këtu. A është edhe në formën që shihet shtetin në përgjithësi që këtu për 1 milion arsye jo sportive, njerëzit e kanë humbur besimin edhe ndjeshmërinë për shtetin. Kurse jashtë ka më e fortë ajo si ndjen. A është kjo një për arsyeve pse entuziazmi është më i madh dhe ndjenja e sinqert është më e madhe te ata që janë jashtë? Unë se mendoj, atë dashuria jashtë është një përmallim në vetë sepse ata shumica në kohë jetojnë atje, mirë, po unë s'mendoj që shqiptarët këtu e humbin ndjenjen për shtetin. Mendoj që në shumë aspekte politika ka dëmtu, po do thash jo sportive. E ka dëmtu, kisha me thonë ndjenjen pak për shtet sepse kanë thuar gjithmonë një shtet, një kombëtare, bla bla bla. Mendoj që shumica në raste ata bojnë ata një shtet, na e bojnë një kombëtare. Po, e vërtetë është. Ata duhen të bëjnë një shtet më së pari. Gjithmonë domethënë na nuk mundna më lënë dorë kur këna Kosovës. Kosova është shqiptarëve. Të bojnë ata një shtet, na e bojnë një kombëtare, ajo shumë e thjeshtë. Unë po besoj që në nivelin sportiv na kemi përkrah Kosovën deri në vdekje. Po çse dikush vendos me kon një shtet dhe një kombëtar atëherë prap na kemi me brorit për çat kombëtarë që çdo që thirrë ajo. Do të bëjnë një shtet, le të bëjnë një shtet mas në një kombëtare, ajo shumë e thjeshtë. Unë prej fillimit fatmirësisht jam, edhe jam njëri prej themeluesve. Nuk jam unë themeluesi, po njëri prej themeluesve sepse kemi pas në çdo qytet kanë një përfaqësues. Mendoj që politika e ka dëmtu pak vendin sepse ka pas politikanë që po thuaj se as njëherë nuk është marrë me urim apo me përkrahje të Kosovës, ka pas fatkeqësisht edhe asnjë njerëz. Mendoj që shumica e politikanëve për interesat të tyre, ndoshta me një aspekt e kanë dëmtu pak, sepse ka grupacione këtu të njerëzve që ende vazhdojmë tash vitin tjetër i bojmë 10 vjet, vazhdojnë ende me injoru kombëtarën e Kosovës. Dhe sidomos në disa i kum pa dhe tash frek, domethënë në ndeshje basketbolli ku ka lujt gara një Kubës me son duket, është fishlu himni. Që për mua është e papranueshme dhe gjitha organet e sigurisë për secilin individ apo grupacion që e bën atë veprim, mendoj që duhet me qenë i dënueshme sepse mendoj që ligji duhet me vepru për interesin dhe mbrojtjen e shtetit Kosovës derisa ky ekziston, edhe pse unë mendoj që shteti Kosovës është i përhershëm. Realiteti i pakthyeshëm. Po. Me që veçinë në këtë temë, çush ishe edhe a ka pas tentim diskutimesh me ndonjë prej grupeve të tifozëve që në një farë forme e mohojnë ekzistencën e shtetit ku ata jetojnë, e mohojnë ekzistencën e ekipit kombëtar të shtetit që i përfaqëson ata, edhe bojnë tifozlak për Shqipërinë. Krejt në rregull që bojnë tifozlak për Shqipërinë, po a ka pas ndonjëherë ndaj diskutim me ta që me qenë pjesë të Ardanëve, edhe a ka pas ndonjëherë diskutim me ta pse kanë qëndrime kaq radikale ndaj shtetit të Kosovës? Tash dashtum apo s'dashtum unë jam shtetari i Kosovës dhe ku më mbrojt interesin e Kosovës derisa të marr frymë.
Mendoj që në aspektin prap do të më kthy te politika. Politika ka dëmtu shumë njerëz që ndoshta për interesat e tyre të ngushta vazhdojnë me mohu. Na kemi pas shumë komunikime, shumë takime me gjithë kisha me thonë grupacionet në Kosovë që përfaqësojnë klubet e tyre. Kemi arrit deri me një pikë ku ndoshta shumica prej tyre janë kthy ka Kosova, edhe i kanë syt ka Kosova dhe vazhdojnë me besu në Kosovën. Edhe pse me një rast në disa tifogrupe kemi asë që nuk e dojmë vetëm simbolin, do më thonë flamurin e Kosovës. Unë menoj që obligative nuk e ka kërkush me mojt flamurin, se na e përfaqësojmë Dardanët dhe është flamuri i Kosovës. Ai që don me përkra Kosovën, mundet me marr flamurin Kuxhezës, edhe pse to nuk besoj që është. Problemin e ka veç me flamura? Po. Diskutim me ta, do me thonë e kanë me prokurorin Kosova? Po menoj që e gjejmë pretekst flamur. Okay. Edhe pse menoj që shumë njerëz janë kthy, edhe shumë njerëz. E the s'di sa herë për ty personalisht. Çfarë menimi ki për individ që e mohojnë ekzistencën e shtetit ku jetojnë, edhe mos me shku në ekstrem, po futen rënd të shteteve që se dojnë ekzistencën e Kosovës? Po unë shpesh ndoshta këtu pe folim para publikut, unë e them në për shumë takime ku i kemi jashtë syrit media, e them që çaj njerëz që mohon shtetin për menoj që nuk është edhe shqiptar. Unë nuk besoj që ka një njerëz që është shqiptar që mohon. Sepse unë po kthena edhe pak më herët, unë jam shumë i thor i fjalëve të popullit që kanë thonë përpara plesh thonë, me folë që gjuhë popullorgje. Isa Bolitini e thot shumë bukur në frazë, ku thot pa ma dash Kosovën, s'u ne vën Shqipëri. Në më thonë që kjo është që shqiptar do të me kuptu, pa ekzistencën e Kosovës s'ka ekzistu, s'mund me ekzistuar shqiptar, sepse shqiptarët e Kosovës janë frymëzimi i ekzistencës shqiptare. Edhe i flamurit Kuxhezë edhe çdo sen që frymon Shqip. Sepse prej këtu ka fillu dashuria e gjitha truje shqiptare. U shdon model për këtuit, po tem tjetër është kjo. Përveç politikantë, s'po du shumë me hinë temat politikës, po më intereson me ditë qëndrimin e Dardanëve edhe nevojën e Dardanëve me pas një stadium që i plotëson kërkesat për bileta. Nëse kena ndeshje që i marrim 180.000 kërkesa për bileta, si shka që ndesha me Anglinë, edhe shumë të tjera me ka 50.000, 70.000 kërkesa për bileta, dhe nëse çdo ndeshje e rëndësishme bëhet temë se s'ka bileta, çysh është rolin e shtetit që prej marsit 2014 se ka miratu vendimin për ndërtim të stadiumit kombëtar dhe deri sot alas toka nuk u caktu, ala shtyhen ku? Menoj që prap do të më kthy te populizmat e disa politikanëve, sepse menoj që në kontinuitet disove po të krejtëve. Krejtë ndruan qeveri pe 2014. Po, ne kisha me i veçu shumë doktor thotë që domethënë na fatmirësisht jem pjesë prej fillimit të shëtësisë, jem edhe të federatës, edhe të tifazëve, edhe të organizimeve krejt. Unë menoj që kanë caktu tokë, ka një qeveri tjetër e ka anulu, ka një qeveri tjetër prapë. Po për çdo po them të krejtëve. Ka një qeveri tjetër prapë e ka anulu, domethënë na gjithmonë kemi qenë idhëtar që Kosova t'i ketë shumë stadiume në gjitha qytetet. Unë menoj që Kosova nuk duhet me pas stadion nacional. Nuk duhet? Nuk duhet me pas. Menimi jam personal është, menoj që Kosova duhet me pas në stadium në Gjilan, duhet me pas në Mitrovic, duhet me pas në Prishtinë, duhet me pas ndoshta në Prizren. Me pas një 6-7 stadiume me ka 2-13.000 ulse, e mos me pas një të madh. Kosova në orë gjys distancë për cilës do pik. Nuk e na Gjermani me tona territor që me shëtit reprezentacionin çdo kon me pas mundësi, çdo kush me pa prej afër. Unë menoj që qysh nuk ti po mendon që s'na vin më shumë në stadium me 23-4-5.000 ulse në një vend ku mund çdo kush me orë për një orë gjys edhe me pas qasje marrjet me këshir kombëtare. Tash unë po flas menimin tim, menoj që Kosova nuk duhet me pas stadium mi 20.000 shikues. Se çdo herë në çfarë do, sepse menoj që duhet me pas pse. Menoj që do të me pas konkurrencë për bilet, sepse konkurrenca arrit edhe shikueshmërinë. Sepse menoj që ndoshta më u kthy pak në kohë
fatmirësisht na jemi bashkë pjesë e këtij projekti që nuk ka lojë që s'kemi po bashkë. Po mendoj që unë me një pjesë tjetër, ti me një pjesë tjetër. Mendoj që në shumicën e lojëve, siç e dim na, nuk tu ka mbush stadium. Jo, në shumicën s'mundesh me thonë që nuk ka mbush stadiumi. Ka disa lojë kur në fazën kur nas kena qenë, kur ekipi s'ka qenë duke ecë mirë me rezultate që nuk është mbush stadiumi. Tifoz vjen e përkrah kombëtarën çfarë do fol, sepse në lehtësina ne e kuptojna. Na jetojmë me që të botë, na është ta shumica, s'kisha me unë shumica për përdojnë që të fjallë, na është ta shumë të keqe, mirë po disa njerëz janë tifoz të sukses. Tifozi vërtet është në vështirësi kur ty t'ja për krahje dhe shtytje. Për këto që po disa njerëz janë tifoz të suksesit, çtu e kam pasur një jetë moti me nis, në çet temp muhabetet po devijum shkum tjetër ka. A janë shikues në Kosovë, se e them herët që më letë më organizu lojë të jashtë se në Kosovë. A janë shikues në Kosovë tifoz të suksesit, të momentit, edhe të, me përdor një farë fjalë anglisht, të vibe-it, që nëse diçka po shkon mirë, hajde të bashkanqitemi me turmën. E jashtë o pak më ndryshe, se shumë shpesh edhe kur s'kena pas sukses, ka pas numër goxha të madh shikuesve në vende të ndryshme, sidomos në Evropën qendrore dhe perëndimore. Teknologjia dhe kushdo që e përdor ato sot për sot nuk të lën me jap hapësinë vetës, me lëshuna i fjalë që nuk është e vërtetë. Na kemi pas lojë mitësore. Kombëtarja për cilët ndash në mitësore, ndash kampionale, ndash në humbje, ndash fitore, apo çfarë do suksesi apo vështirësi që ka. Na kemi luajt 2 lojët e fundit. Po flas për çet vjet, sepse në kontinuitet në vitet më hershme neve na kujtohet edhe Shkodra ku tribuna jon ka qenë në Sërmushën. Tash 2 lojët e fundit, domethënë edhe me Armenin, edhe me Komorës po në çershor, ishujt Komorë, po domethënë shihet stadiumi, domethënë pjesa Dardame janë 1500 dhe 1800, pjesë tjera janë pothuajse thota, apo kupton tash vetvetiu ty ta krijon përshtypjen që më thon çato që ndoshta nuk është e drejtë me thon mirë, po unë mendoj që shteti duhet me dorë, dhe mendoj që politikanë më të fund, pavarësisht kush vjen apo kush është në kryeministri apo në presidencë, me jep pak një dashuri më të madhe sportit, sepse mendoj që ambasadori më i mirë në botë nuk po them unë, ka thonë dikush ndoshta më i mëshëm se unë apo më i mëshëm se gjithkush, që nuk ka reklam që pagun çet storje që ty në Washington del flamuri i Kosovës. Para një ndoshta me thonë 95% të botës që kanë qenë prezant ato. A kanë filluar njerëz me ty bileta për lojën me Turqinë edhe për kampionat botëror? Me Turqinë kështu specifikisht tu që janë përcaktuar finalistët. Nuk i lojnë asnjë gjas humbjes në Slovaki, asnjë gjas tjetër kalimit Rumanisë finale. Veç Kosovë-Turqi. Në aspektin sportiv, domethënë do të shmjalon kohës me mujt Slovakinë, edhe më u kthy sepse na s'ka diskutim, po flas për reagimet e njerëzve. Në botën e futbollit ndoshta nuk do shumë më ugut në aspektin sportiv. Domethënë bota e futbollit një vetëm shkollë dhe hapa të sigurt. Do të më përshëndru. Nëse don me fol në aspektin e tifozit, ku unë përfaqësoj tifoz, atëherë na lejohet gjithçka. Mirë, po unë flas fillimisht sepse duhet me fol, do të më koni sinqert para publikës ose para secili njeri. Na fillimisht do të më qit hapën me Slovakinë, e mas nej me prit për dashuria zgjedh Turqinë edhe në finale. Mirë, po ato është loja e futbollit, zgjat 90 minuta, ndoshta me shtesë pak më shumë. Turqia më e fortë se Rumania, po them për dashuri. Se Romantetin që duhet me zgjedh për dashurinë ndaj Kosovës, se Kosova me pas pak më lehtë me kalu. Pedi apo për simpatinë ndaj turqëve. Simpatinë ndaj turqëve, sepse nuk mund të na lecu rrugën neve, jo pse ikin turq pak më shok se Roman për na vërtetësu rrugën. Rrugën e lehtë kem. Neve rrugën e lehtë kem, po çse jemi të unifikuar, që më kanë deri sot në aspektin sportiv, federat, tifoz, gjitha organet shtetërore, andaj prej këtu do të me ju bothire gjithë secilit. Me lënë zgjedhjet, me fillu me bërë qeverinë, edhe me punu për shtetin. Dhe me thonë, me ardhë gjithë se cilin individ, me përkrahë dhe gjithë ta muj që i kemë 3 muj, nuk kemë shumë, 3 muj, me shpash veç pozitivitet e djanë, mi për cilë, gjithë kur që mundet me shku edhe në klubet e tyna mi përkrahë, që mi jep edhe një zemër edhe ma shumë, që me dit ata që njën të mbrojtën, kudo që lujnë edhe në klubet e tyna edhe këto,
edhe me shfaq veç pozitivitet, se besoj, se pa besu nuk kemi arrit, as kishim arrit deri këtu. Unë mendoj që shkolla e sigurt është unifikimi dhe uniteti i gjithë njerëzve, pavarësisht a e din futbollin që është, as e din a dojnë sportin. Fillimisht do të me dosh kombëtarën dhe Kosovën. Të flasim për 2026 edhe planet e dardanëve. Slovakt e kanë kompliku hala më shumë se sa slovent blerjen e biletave. A ka me pas invazion edhe në Bratislava jo? Po pjalojmë kohës ato me kallzu, nuk po mund atash me shfaq plana edhe plana. Po mendoj që dardanët kanë qenë gjithë dhe kanë me qenë. Po mendoj që kudo që mujna me dëpërtu edhe në të Slovak kena me dëpërtu. E nëse shkojna në Amerikë? Fatmirësisht kemi edhe atje shqiptarë shumë që vina për krajnë. Edhe stadiumet plot, edhe pse biletat shumë shtrajt. Unë biletat për standardin tonë jam ekstrem shtrajt, mirë po besoj dhe menoj që kemi adolë qysh ja kemi dalë këtë Evropën. Kemi adolë, unë besoj dhe menoj dhe shpresoj që shteti, se non-stop po flas për shtetin dhe për jap kritika. Po Bruno Myta të thujnë futboll ti po më del në politikë non-stop. Është e dhëmshme, po që së shteti nuk i përkron njerëz të vet. Na jemi njerëz të kësaj republike dhe njerëz që në është mas lejtarëve dhe federatës jemi numër 3 në aspektin sportiv që ja kemi zborë ftyrën këtij shteti, sepse nuk e kemi bo asnjë problem, se kemi prit kërkon keq dhe mendoj që në aspektin e sigurisë ku rangu Kosova një pjesë shumë të rëndësishme të këtij aspekti jem na. Sepse edhe sjellja me tifozë kundërshtar këtu. Po e vërtetë sepse po që se na kishim kriju trazina. Probleme kishim ndikuar në që shkaktojnë gjitha shtetet për rreth. Atëherë nuk kishim mu rangu si shteti ndoshta në cilën nuk di në cilin vend është për rangim të sigurisë si shtet. Mendoj që shteti do të më hap syt qysh është federata për krahasë ndaj dardanëve, qysh ka qenë gjithmonë. Domethënë gjitha nivelet, edhe komuna e Prishtinës, edhe komuna tjera minimu, sepse na përfaqësojnë Kosovën, edhe komuna e Dragashit, edhe të Prizrenit, edhe të Gjilanit, edhe të Mitrovicës, edhe të Podujevës, edhe të Prishtinës dhe Kreve. Mendoj që gjitha do të me fillu me bo një strategji se qysh na me përfundu në Amerikë bashkë me ekipin ndontor edhe me jep për krahë Kosovës edhe më të fuqishme se çfarë i kemi jep në 2025. Shpresojmë fillimisht që kombëtarët të shkojnë më pas do të gjendet rruga edhe për tifozët. Lul, nëse nuk e diçka për të shtuar, a ke diçka për të shtuar për fund të kësaj bisede? Nuk kisha me shtu gjë, ju shauru gjithë dardanëve, gjithë njerëzve, gjithë familje shqiptare kudo që janë vitin e ri, të jetë një vetim bor për gjithë dhe besojmë dhe shpresojmë qysh kemi su prej fillimit që Kosova me qenë botëror dhe me shfaq pozitivitet dhe kushdo që flet me konë shumë real dhe me fol për tokë për Kosovën dhe me dash Kosovën nështë barabart me vetën. Atëherë të faleminderit shumë për pjesëmarrjen në këtë emision, por edhe në emër të gjithë futbollistëve dhe të ekipit kombëtar, faleminderit shumë për gjithë përkrahjen ndër vite e sidomos vitin e fundit. Nder dhe krenarime për Kosovën dhe secilin djel, domethënë që për secilin prej nesh besoj që është nder, krenari dhe privilegj shumë i madh që të jemi aty. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikues nderuar, faleminderit shumë për vëmendjen. Ky është edicioni i fundit i podcastit për vitin 2025. Është një prej risive që Federata e Futbollit e Kosovës e ka filluar në pjesën e dytë të këtij viti, po besoj që në këtë cikël emisionesh që kemi realizuar këtë vit kemi sjell tek ju gjëra interesante për të ndjekur të pathëna të futbollistëve, të trajnerëve, të tifozëve, të funksionimit të federatës, por me gjëra të tilla do të vazhdojmë edhe në vitin 2026 duke tentuar të sjellim te ju gjithnjë e më shumë pjesë nga ato që nuk i keni parë në media dhe që janë më specifike dhe më interesante për të ndjekur nga ju. Për fund të këtij podcasti dua të falenderoj producentën Alba Morina dhe stafin teknik, kolegët Albert Vokshi, Gent Gordovci, Florent Bajrami, por edhe gjithë të tjerët që janë të involvuar në realizimin e këtij podcasti në Federatën e Futbollit të Kosovës. Edhe një herë faleminderit për vëmendje dhe mirë se shihemi në vitin 2026, kurse për fund shumë urime festat e fundvitit dhe gjithat mirat për familjet tuaja dhe për ju.